Mësoje fëmijën të mendon pozitivisht që të bëhet pozitiv. Shembull, nëse kthehet prej shkolle i përlyer dhe i parregulluar, mos e akuzo, por thuaj: "Birim, më duket sot se je kënaqur duke lozur. A nuk është ashtu?" Kjo është mirë, por mos e sjell punën që rrobat e tua të përlyen deri në këtë grad. Kalo një pjesë së kohës tënde me çdo njërin prej tyre në veçanti, pa marrë parasysh se do ta hash drekën me ndonjërin prej tyre jashtë shtëpisë, apo do të ushtroni sport së bashku. Kryesore është që tua mundësosh të ndjejnë se ti e respekton çdo njërin prej tyre. Organizo fest për të arriturat ditore të fëmijës. Shembull, shtron një sofër të veçantë për shkak se fëmia yt sot ka arritur sukses të lartë në provim, ose për shkak se fëmia tjetër është treguar i suksesshëm në moral, derisa të ndjenë secili prej tyre se ti kujdesesh për to dhe i përcjell gjërat me kohë. Kyçu me fëmijët në lojë. Luaj ndonjëherë futboll me to ose garoni mes vete në vrap. E kështu me radhë. Mësoje orarin shkollor të fëmijës tënd. Mësoja mësuesin e tij, shokët e tij, që mos ta pyesësh kur të kthehet: "Çfarë bëre sot?" Por pyete: "Ç'bëre me shokun tënd filanin? Ç'mësuat sot në orën e matematikës?" Kështu që ai të ndjen se ti e përcjell jetën e tij dhe kujdesesh për të.